Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, në konferencën e sotme për media, njoftoi se grupi parlamentar i partisë po tërhiqet nga debati në komision lidhur me huamarrjen e re të shtetit. Filipçe akuzoi qeverinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski se po e çon shtetin në, siç u shpreh ai, skllavëri borxhi, duke theksuar se po planifikohet një huamarrje e re prej 260 milion eurosh me normë të lartë interesi. Sipas tij, mjetet nuk përdoren për përmirësimin e gjendjes në shtet, por përfundojnë në tender partijak dhe te kompanitë të afërta me pushtetin. Ai deklaroi se borxhi shtetëror për 2 vite është rritur për rreth 2 miliard euro dhe se qeveria nuk ka strategji të qartë ekonomike. Opasno se zgolemува вкупния dok za 2 milijardi evra za samo 2 godini. Borxhi total përritet në mënyrë të rrezikshme. Për vetëm 2 vite, borxhi i shtetit është rritur për 2 miliard euro, janë para që do t'i paguajnë gjeneratat e ardhshme. Borxhi total, i cili është 8.5 miliard euro në vitin 2024, tani është afër 11 miliard eurove. Shtrohet pyetja, a ka kjo qeveri busull, a ka ide, a ka vizion se ku dhe si po e çon shtetin? Filipçe gjithashtu akuzoi kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi për shkelje të rregullores gjatë saktimit të seancave të Komisionit për Financim dhe Buxhet, të cilin e udhëheq deputetja Sanja Lukarevska. Nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë paralajmëruan se do të dorëzojnë kallëzim penal dhe interpelancë kundër Gashit.